Rreth 3.000 fëmijë në Maqedoni nuk janë të regjistruar në asnjë institucion sepse nuk posedojnë certifikat lindje, apo thënë ndryshe janë fëmijë fantom. Ata mund të rrëmbehen, shiten për organe dhe shteti nuk do të kishte asnjë lloj gjurme për mungesën e tyre, sepse nuk i ka të evidentuar askund, thot me shqetësim Dragi Zmijanac, themelues dhe kryetari i ambasadës së parë për fëmijë në botë Migjashi. Има исто така неформална бројка дека од 2 до 3.000 деца се без извод од матична книга на родените, односно деца фантоми на кои не можеш да им го најдеш трагот, едноставно можат да исчезнат од мапата на Република Македонија, да бидат киднапирани, грабнати, силувани, продадени нивните тела и органи, а при тоа да нема никаков траг од нивното исчезнување од Република Македонија. Numri zyrtar i fëmijëve të paregjistruar që posedon Ministria për Punë dhe Politikë Sociale është shumë më i vogël. Nga 593 rastet e gjetura në terren, 204 janë fëmijë, numri më i madh i të cilëve janë në moshë për të ndjekur arsimin fillor, thon për Almakos nga kjo ministri. Sipas tyre, ato nuk regjistrohen sepse as prindi apo kujdestari i fëmijës nuk posedon dokument identifikimi dhe rrjedhimisht nuk mund të regjistrojë as fëmijën e tyre. Gjithashtu kjo ka ardhur për shkak të praktikës së vazhdueshme të implementimit të ligjeve, akteve nënligjore, të cilat shpesh nuk janë në përputhje me nivelin lokal. Kështu krijohen barriera për regjistrimin e tyre në librin am të lindurve, thon nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Ato rekomandojnë ndryshime ligjore siç janë në ligji për procedurën jo kontestimore, ligjin për librin am, ndihmën juridike falas dhe ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për qëndrim dhe vendbanim, pa të cilët nuk mund të zgjidhet ky problem. Në praktik do të bëhet një thirrje publike ku të gjithë qytetarët do të kenë mundësinë të regjistrohen në departamentet am me një kërkesë për regjistrim shtesë, pavarësisht dokumentacionit që posedojnë, për t'u trajtuar individualisht për secilën lëndë, thuhet në përgjigjen e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Duke mos figuruar në asnjë regjistër apo institucion shtetëror, këta fëmijë nuk ushtrojnë dot as të drejtat e tyre që me ligj i garantohen çdo qytetari të Maqedonisë, përfshirë këtu edhe të drejtën e arsimimit dhe të shëndetësisë. Një fëmijë më pak në bankat e shkollës është një fëmijë më shumë në rrugë. Në situatë të tillë këta fëmijë keq përdoren si lypsar nga prindrit e tyre apo edhe nga rrjete kriminale, për punë të ndryshme apo edhe për të kërkuar lëmosh.